sa 10 fillon? Për hir të vërtetës, unë e çmoj shumë e kam idhull Lionel Messin edhe në kampionatin e kalum kam militu kështu, kam qenë fan si jashtëzakonshëm i Argjentinës, edhe për ta marrë atë trofej të munguar të legjendës të futbollit, që kemi fatin po besoj me përjetu edhe me jetu në kohën e tij. Ndërsa kësaj radhe Argentina e ka nisë më dobët, nuk ka qenë ajo Argentina e para 4 viteve, po këto klubet e mëdha si Argentina, po që kanë fatin me pas edhe një talent, që që kanë pas njëherë Maradonën e tashti edhe Messin, ai frymëzon, ai po na frymëzon gjithë botën, jo domon ekipin e tij, edhe Argentina normal që është kampion fuqi edhe po ju keni qenë me Argentina këtë kampionat apo? Për hir të vërtetës, unë jam kështu adhuruesi i futbollit gjerman. Po Gjermania, siç e dim ne, ajo e psoi që në grupe, kësaj radhe atë lojë që do të luhet. Po shpresoj shumë se shumë dobët. Kësaj radhe loja që do të luhet të shtunën, unë kisha pas që me pa në finale, domethënë, po fatkeqësisht do të luhet për vendin e tretë mes Francës dhe Anglisë. Unë kam menduar që domethënë talenti kësaj radhe dhe ekipet që